Telefonata si kjo Policia Ferezojt, urnoni. Cila është urgjenca juj? janë shpeshtuar kohëve të fundit në qendrën e komunikimit të policisë në rajonin e Ferizajt. Kjo për faktin se përmes aplikacionit mobil thirr policin përruhet identiteti qytetarëve ndërsa është shkurtuar koha për raportimin e rasteve tek policia. Kreu i kësaj qendre, kapiteni Gani Pajaziti, tha për Kosova Press se shifrat e muajve të parë të vitit 2026 janë shumë më të larta se parapraket. Se përket aplikacionit thirr policin, është një prej aplikacioneve që për çdo vit po e gjen vetin me një mbi mesatare në rritje sipër, se është një thirrje e sigurt nga qytetarët, ne nuk kemi nevojë emrin as mbiemrin e atyre që lajmërojnë, dhe po na ndihmon faktikisht në aspektin e gjetjes të dyshuarve, kompletimin e rasteve të ndryshme, e kështu me radhë. Dhe kjo, sipas statistikave tona, që kemi vitit 2024-2025, kemi bërë një lloj komparacioni, kemi pas dikon rreth 669 thirrje të aplikacionit mobil, thirrje polici. Kjo si vjet është duke shku rrit me një përqindje jashtëzakonisht të madhe. Për 3 muajt e parë, më janar shkurt mars të vitit 2026, kemi pas parafërsisht 600 aplikacione. Që do të thotë për 3 muajt parë 2026 është komplet viti 2025. Që do të thotë se vetë popullata ka gjetë një besim ndaj neve, po beson edhe po na ndihmon jashtëzakonisht mirë për gjetjen e rasteve të ndryshme që mund të ndodhin në terren. Megjithatë, linja emergjente 192 mbetet forma kryesore e komunikimit mes qytetarëve dhe policisë. Policia Ferezojt, urnoni. Po keni thirrë në Ferizaj. Cila është urgjenca juj? Aksident? Po mirë, rregull. Është me doma apo me lëndime? Mundësisht me aplikacionin ku ka ndodhur aksidenti. Mirë, shpejti për një 5 minuta zvanohet shumë një patrollë dhe vjen lokacion ku vinin. Faleminderit, ditën e mirë. Lima kontroll. Është një aksident trafiku me dëme materiale të nënkalimit të xhamia madhe. Ditën e mirë. Thirrjet kryesore bëhen përmes saj. Për gjithë ato incidentet, rastet, informata të ndryshme, çka do që ndodh në terren, faktikisht 192 është ajo thirrja e parë. Dhe vetëm për informimin e ju, në vitin 2025 kemi pas 102.000 thirrje e 557 saktësisht. Çka do të vjen në një mesatare çdo 2 minuta na e kemi një thirrje nga qytetarët. Domethënë përmes çësoj thirrjes 192 ne faktikisht kemi komunikim më të lartë me qytetarët e rajonit tonë ku kemi na përgjithësim të ndryshme. Drejtoria rajonale ka pranuar gjithashtu edhe shumë shkresa zyrtare nga stacionet policore dhe ka hartuar edhe shumë raporte gjatë muajve të fundit. Kemi për shembull mbi 1000 shkresa zyrtare, të cilat pranohen prej stacioneve. Kjo është interesant, shkresat tonë raportu tjera janë 450. Kemi verifikimin e veturave që e bën personave, se këto janë kërkesat e njësive në terren, të cilat e bën verifikimin e tyre. Personat verifikuar është prapë një numër jashtëzakonisht i madh, diku rreth 1300 për 4 muaj kemi pasur verifikime nga ana e policisë në terren. Raportet shpejta janë 55, aplikacionet janë ato për çfarë pasën fjalën janë 377. Këto prapë po e bajnë një krahasim 600 e kemi pasur vitin e kaluar për 12 muaj, si vetëm për 3 muajt e parë. Pa e përfshirë prilin, i kemi domosdoshmë 377 dhe kjo tregon çfarë indikacioni i mirë në raport me popullatën. Edhe të thirrje telefonike kemi pas dikon rreth 9300 për këta 3 muaj. Aplikacioni Thirr Policin është një nga mekanizmat që Policia e Kosovës ka zhvilluar për të lehtësuar raportimin e rasteve dhe për të forcuar bashkëpunimin me qytetarët.